Sigla na bashkon me Erisa Adamo, pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale. Mirë se erdhe. Ervin Kapa, fizioterapist, por sot ke një rol tjetër si ftuar. Gjithnjë më tepër e vëmë re fenomenin e reality show, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë. Dhe një nga pyetjet që në fakt me këtë masivizëm na shqetëson. Si ndikon të themi shëndeti mendor, sjellja, mënyra se si ne i qasemi fenomeneve të caktuara mbas gjithë këtij masivizmi. Le të fillojmë me pedagogen. Dhe e thatë mirë si na ndikon. Nga terminologjia ju përdorët fjalën reality show, që do thotë që nuk është si të gjithë emisionet e tjera, nëse do ta nisë që nga tipologjia e emisionit. Dhe nëse nuk është si të gjithë emisionet e tjera, duhet kemi në konsiderat faktin që krijohet nga një media, që përveç informimit publikut ka dhe disa interesat të tjerë të cilat janë kryesisht interesat ekonomik, dhe duke njohur shumë mirë psikologjinë e individëve të cilët janë pjesë të emisioneve, ose individëve të cilët janë ndjekës të emisioneve, publiku thon kështu, kanë mundësi në thonjzat të manipulojnë të dyja këto dimensione në mënyrë që në interes të drejt për drejt të tyre të rrisin përfitimet, në ndikim të tonin pasaj të ndikojnë në mënyrën tonë të sjellurit, në mënyrën tonë të komunikuarit, të pritshmërive që ne kemi, të rutinës sonë ditore dhe të një mori elementesh të tjerë të cilët lidhen drejt për së drejti, nëse janë të pamenaxhueshme atë ju përmendet me shëndetin mendor. Me shëndetin mendor dhe më pas unë dua të ndalem tek krimi i idhujve. Ervin, si u ndjeve ti në atë format, sepse Erisa, të them, përdori pak fjalën manipulim. Që u fare sepse unë kam qenë edhe nuk çfarë do manipulosh, aty mund të bësh dinamika, që ndërtosh atë përditshmërinë, që të bësh lojra, të bësh në sfidë. Si u ndjeve ti kur hyre brenda? Ishte njëta gjë që ti shije përtej ekranit apo? Është komplet ndryshe, nuk ka të bëjë fare me atë që je jashtë, sepse njerëzit janë mësuar dhe duket si një pushim, si një shaka, si një argëtim. Por atje është komplet ndryshe dhe unë kam qenë i pari nga ata që gjykoja dhe kur shikoja njerëzit që po këta pse qajnë. Se vojnë kaq shumë dhe unë isha i pari ai që vojta më shumë se ata që kisha parë. Izolimi, shkëputja nga pritshmëria nga njerëzit e dashur, sepse ti nuk ke as foto aty të njerëzve që ti do. Jeta jote është brenda atij gardhi, atij muri dhe nuk as mendimet të arrin një pikë që nuk shkojnë përtej asaj bote. U ndjeve ti i famshëm kur hyre aty brenda? Nuk kam ndjerë asnjë lloj fame, nuk e di dhe pse shumë njerëz më ndalojnë, më bëjnë komplimente, unë thjesht isha vetvetja dhe u përpoqe që ti jesh vetvetja, po sepse ti përmendesh fjalën izolimi dhe unë dua të vazhdoj pak bisedën më tej, the ndryshojnë emocionet, duket sikur është njësoj. Po janë dy botë, ja zysha ta them edhe. Janë dy botë ndryshme, Ada, dhe kur je aty brenda nuk mund të mendosh më shumë se ata 20 veta që ka aty. Do mendosh rutinën, dinamikat, truri e ngadalson, kupton, e ngadalson atë të punuarit që ne kemi në përditshmëri që bëjmë aq shumë gjëra njëkohësisht. Aty ke vetëm ato. Dhe unë ajo që vura re sepse kur je aty do të mendosh njerëzit që ke të bësh, do mendosh çfarë më tha. Si më tha, do të mësosh karakteret dhe të gjesh pjellat dobta që kur të debatosh, të di çfarë të thuash. Dhe unë këtë gjë bëja natën për shembull, flia 2 orë, po mendoja me radhë personazhet. Jo se the pse quhet manipulim, për këtë quhet manipulim. Unë doja të dilja të vetja ime dhe mendoja çdo personazh dhe mendoja nga 3 herë secili që kur të debatoja të dija çfarë të thosha. Unë dua të flas pak me zyshëm dhe ju drejt për drejt thatë që juve ju ndryshoi minimalisht mënyra të menduar. Jo minimalisht, konjecioni juaj, njoja dhe mënyra se si njihni dhe do komunikonit minimalisht ndryshoi. Rutina juaj e të sjellurit ndryshoi, mendimet dhe emocionet tuaja u tjetërsuan. Edhe nëse unë thash që je i manipuluar, në thonjza, nuk është gjithmonë negativ. Ne në marrëdhënie manipulojmë. Ishte kjo që tha, po ishte kjo mënyrë. Edhe kam idenë që u kuptua. Unë doja të ndaleshim pak se mbase kjo i intereson edhe më shumë të gjithë atyre që na dëgjojnë. Si ndikon izolimi, sepse sidomos modelet e reja e kërkojnë këtë të jesh në dritë, të jesh në këtë dritën e famës të qenit, por ndërkohë gjithë ajo dritë, gjithë ai vëzhgim, si ndikon? Do më duhet të përgjigjim në 2 dimensione, me qenë se kemi
një përvojë personale. Elementi i parë është që këto lloj dritash janë për mua dhe për ty që jemi jashtë, që i shohim personazhet nëpërmjet ekranit. Ndërsa vetë personazhi aty brenda jeton një jetë të re, të ndryshme nga ajo përjashta. Kështu që në do ndikohet personazhi, do ndikohet kur të dalin nga ajo. Edhe do ta pyesim Ervin më pas. Sigurisht që qëllimi kryesor pse ne sot kemi reality show është për shkak të dëshirës që kanë individët, ne publiku jashtë, dhe është normale që ne të shikojmë, gjykojmë dhe analizojmë jetën private të disa individëve të tjerë. Nuk e komentojmë vetëm për këshëritë të parit, e komentojmë sepse ne na duhet të identifikojmë në mjedisin rreth rrotullesh të ngjashmit me ne. Të ngjashmit dhe kjo në fakt është e rëndësishme që të ndalemi. Dhe jo vetëm të identifikojmë të ngjashmit me ne në tipare, në karakteristika, por edhe të bëjmë tifo, le të themi kështu, tifo virtuale për disa tipare që ne i konsiderojmë të ngjashme ose të pëlqyeshme për ne. Një element i dytë shumë i rëndësishëm, të cilët na e ka krijuar sot media, dhe unë thash që media është një ndikues shumë i madh sot. Manipulativ, mos ma konsideroni negativisht,